sepse në fakt kurti s'është interesuar dhe s'pingutet fare me vojë institucione. Kështu që edhe dështimi i mundshëm i ndonjë vote, e që unë nuk besoj që do dështoj, do ta nxirrte të arsituar para elektoratit që i bëri përpjekje edhe fajtur është dikush tjetër pse po na çon vetën zgjedhje dhe jo lëvizje vetëndosje. Do thotë në njërin anë përgatitja e pakove për shpërndar qindra miliona euro në formë të ndihmave për qytetarët, që do ta favorizoj shumë në zgjedhjet e ardhshme, edhe në anën tjetër kjo loja që po e bën me publikun përmes bisedave që po i bëjmë, po diskutojmë, po mundohemi gjithë zgjidhje, edhe shtetet caktume ma shpejt kanë prodhu armën bërthamore, se sa që ki po dënë me gjithë një zgjidhje me but edhe të vota me votu një president. Thot kërkush nuk po lyp në Einstein ato për emën për president, qëta që i kemë s'kenë publike, edhe nuk kemë tjerë, qëta i kemë, qëta na duhet me lujt. Po, fakti që kjo po lunë deri në momentin e fundit... Qështja është tek kjo e numrit votave, sepse pyetja ime pasu se ka të bëj pra është distancuar pak prej asaj kërkesës për PDK-n, sepse PDK-ja po i kërkon formalizim të shkresave. PDK-ja duket që e kuptoj pak më herët lojen, edhe po kërkon me formalizu një diskutim për çështjet e presidentit. Edhe mendoj që është shumë rëndësishme edhe shumë seriozisht duhet me marrë partitë politike kur diskutojnë për pozita as larta siç është presidenti i vendit. Do të thonë nuk është çështje një SMS-i, hajde dalim të takojmë, pim kafe dhe bëjmë muhabet diçka, por çështje shumë serioze me i dhënë vendit një president që ka me përfaqësu shtetin për 5 vitet e ardhshme. Prandaj loja me PDK-n po duket që i dështojnë start edhe prejnë më të lehtë ka LDK-n. Edhe me LDK-n, interesat e përbashkëta që unë mendoj i lidh LDK-n edhe Albin Kurtin këtë rast lëvizjen e vetëvendosjes është eliminimi i Vjosa Osmanit për skenës politike. Ata shterën me PDK-n, që problemin se këta kisha atë pjesë fundi për ta diskutuar pikërisht çështjen e vetëvendosjes. Dhe po nis tek ju Zjashari, pra pse shihni që në kurtësimin e PDK-s çka ndodhi që PDK-ja në një varë forme kushtëzoj. Njëherë glip kemi pas 2 kandidatë vet, më pas po kërkon formalizim të marrëveshjeve. Që kjo puna e kushtit të formalizimit nuk po më duket në ai fakt kushti shumë i rënd për lëvizjen vetëvendosje ose për Albin Kurtin, se tek më fundit është diçka parsore, thelbësore, është diçka formale, nuk po kërkon ndaj favor të madh. Thjesht nëse lëvizja vetëvendosje do të kishte vullnet, kjo do të ishte shumë lehtë e kapërcyeshme. Është